ti që miresh, me thashetëme, ti je personi që je i kërcënuar dhe je i kërcënuar që mos me hy në xhenetin e Allahut azza wa jall. Morën e po baj mirë, morën e po baj vepra të mira, morën e po fala, po baj dhe po baj. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin e Muslimit: la yadkhulul jannata namamun, ai që mirët me thashetëme, ai në xhenet s'ka me hy. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi është më së saktë. Tha ai që mirët me thashetëme, në xhenet s'ka me hy. A jeni të interesum, a jemi ne të interesum, mos me hy në xhenet apo me hy? Nëse jemi të interesum me hy, po leni thashetëmet. Ti lajna thashetëmet konklud për përsëriti cila këtë si lloj definicioni. Me bart fjalë prej shoku të kshoku, qëllimi ti si të ndryshu kur gjon. Dhe çpo bart fjalë, qëllimi jot është me bë përçarje dhe me prishën mesin e shoqërisë.